Arritja e objektivit kombëtar të reduktimit të emetimeve të gazeve serë deri në vitin 2050 kërkon rinovimin sipas parimeve të eficiencës së energjisë të 745.000 ndërtesave banimi dhe 8.200 ndërtesa publike. Komisioni Veprimtarive Prodhuese miratoi në parim projekt ligjin për performancën e energjisë në ndërtesa, që në ndryshim nga ligji ekzistues, sipas ministres së infrastrukturës dhe energjisë Enkeleda Muçaj, e vendos fokusin te përfitimet mjedisore që vijnë nga eficienca e energjisë në ndërtesa. Muçaj foli dhe për kostot që vijnë nga zbatimi i ligjit, duke theksuar se vetëm për rinovimin e godinave shtetërore, për arritjen e të paktën nivelit të kërkesave minimale, vlera shkon në 50 deri 60 milion euro në vit. Vetëm për sa i përket ndërtesave publike të nderuar, të cilat sot numërojnë në 8.200 ndërtesa, parashikohet një ndërhyrje e cila shkon nga 50 deri në 60 milion euro në vit, e cila ku do të mund të qëndrojë? Nuk do të qëndrojë në fakt në Ministrinë e Infrastrukturës o Ministrinë e Energjisë, por do të qëndrojë në buxhetin e të gjithë atyre institucioneve që kanë në përgjithësi apo administrim këto ndërtesa publike, bazuar mbi parashikimin prej 3% në nivel qendror dhe 2% për ndërtesat në nivel lokal. Ndërkohë për ndërtesat private, financimi do jeti i përbashkët me pronarët e ndërtesave dhe donatorët, teksa skemat do të përcaktohen me vendim qeverie. Ligji nga ana tjetër, në mënyrë të veçantë përcakton dhe skemat dhe do të përcaktojë pra me vendim të ministrave skemat e mbështetjes financiare. Godinat e rinovuara sipas parimeve të eficiencës së energjisë, jo vetëm reduktojnë konsumin e energjisë, çka rrjedhimisht sjell dhe ulje të emetimeve, duke mbrojtur mjedisin, por ofrojnë dhe kushte komode jetese për qytetarët apo për punonësit në rastin e objekteve publike.